ky donacion për këtyre kuranave është i mirë se ardhur për neve. Hajde, se shkum bëllë. Kanë 96% musliman që janë të mjaftueshëm, apo? Por një pjesë e kuranave do të shkojnë edhe në për xhami ku mahet mësim besimit të nxënës. Pjesë edhe te garusit që po marrin pjesë. Ty, Muhammed bin Selman, shëpotem se të gate pas ke jaran. Selam aleikum. Jena këtu në Lipjan, të shësota Beresiti, ku telefonat që përshëndim janë dhuru donacion për Arabi Saudite. Është arabi që ka emrin Bender bin Ali bin Muhammed El Zaidi. Allah shpërbleft. Që shponini për këtë dhurot, për këtë donacion? Për neve këtu jemi në depon e Bashkisë Islame këtu në Lipjan, përkatësisht në depon e Bereqetit, që është në kuadër e Bashkisë Islame të Kosovës. Ky donacion për këtyre kuranave është i mirë se ardhur për neve, edhe shumë shpejt do të bie në dorën e lexuesve, të nxënësit e medreses Alaudin, pastaj edhe të studentët e Fakultetit Studime Islame, po pse jo të shpërndajmë një pjesë edhe te garusit që po marrin pjesë në këtu garat ballkanike që po marrin në Kosovë, që po i organizon Bashkia Islame bashkë me drejtorinë fetare të Arabi Saudite, por një pjesë e kuranave do të shkojnë edhe në për xhami ku mahet mësim besimit të nxënës. Kështu që për neve është një dhuratë shumë e çmueshme, po edhe nevojshme për nxënësit e Kosovës. Tu kanë 96% musliman që janë të mjaftueshëm, apo? Po nuk janë të mjaftueshëm, po shpresojmë që të kemi edhe donacione tjera të na vinë për të mirën e nxënësve. Mirë po, këto e vlerësojmë jashtëzakonisht shumë këtë kohë, sepse është shumë i nevojshëm që kena pas edhe kërkesa të ndryshme që për me pajisë edhe me furnizu me kurana, kështu që ky donacion është i mirë se ardhur për neve në këtë kohë. Normal edhe për mua dhe për kamermanin ekziston ka një, apo? Ka një kopje kështu, edhe me dizajn ka shumë i bukur se është dera e sobës. Dera e sobës. Kështu që me shumë dëshirë edhe juve nga një kopje. Shumë faleminderit. Ty, Muhammed bin Selman, shëpotem se të gate pas ke jaran, s'më mja shpreja, po shukran xhezira.